asnjë diskutim të brendshëm këtu e lagu, jo fitoj ky për shiko se duhet dhe ai, dhe minutë për minutë, orë për orë, ditë për ditë, në 2027 jam në fund negociatave, atëherë jemi antar Bashkimin Evropian. Dhe atëherë të gjithë ata që janë votues për herë të parë, të gjithë ata që janë 30 vjeçar, 40 vjeçar, edhe të tjerët pa diskutim me pasaportën europiane janë zotërues të hapësirës europiane. Ja dhe Albani, ju jeni ose të paaftë për të bërë politikë, po mi më dakord direkt, ose nuk doni. Po çfarë nuk duam, pse nuk duam? Por me shumë gjazash kjo e fundit, domethënë nuk duam. Sepse BE-ja ka rregulla të tjera, jo si ato rregulla që luan ti. Ti ke 4 mandate në pushtet. Akoma s'janë 4, janë 3 në fakt. Do i 4-ti do jetë në 4 vitet e ardhshme. Sa kohë do duhet më? Përfundimisht nuk mashtrimet e radhës janë dhe oratori boshe, asgjë nuk e për të fituar këtë herë. Tani shiko. S'pari një herë më shumë se sa një fitore për mua personalisht, që unë në fund të ditës fitoret e mia, po që puna për t'i provuar vetes diçka, i kam bërë dhe i kam te kaluar, me thënë të drejtën, më shumë se sa një fitore për Partinë Socialiste, partinë time, që kam privilegjin dhe nderin të udhëheq, më shumë se sa një fitore për një palë, kjo është një fitore për të gjithë dhe është një fitore për ty, personalisht, hyrja në Bashkimin Evropian. Tani, ti më thua mua që kohë e gjatë, e diti kur i ka filluar negociatat Marlizi Alban? Në vitin 2012. E di kur i kemi filluar ne? Vjet. E di kur i ka filluar negociatat Serbia? Në vitin 2014. E di ti se ku gjendet sot Serbia dhe ku gjendemi ne në procesin e negociatave? Jemi ne përpara. E di ti kur është bërë Maqedonia e Veriut kandidate për Bashkimin Evropian? Thuaj një 2005, 20 vjet përpara. E di ti që Maqedonia e Veriut si ka hap akoma negociata? Çfarë flisni? Çfarë e dini ju hyrjen në Bashkimin Evropian? Si e dini ju hyrjen në Bashkimin Evropian, ju që flisni kështu mbrapsh? Po di çfarë është të negociosh me Bashkimin Evropian dhe të ish Bashkimin Evropian, do të thotë bësh shtet. Do të thotë kesh institucione të besueshme, do të thotë kesh disa standarde bazë, siç janë Bashkimi Evropian, dhe ne po e bëjmë këtë, do ti s'do ti, dhe duan s'duan, disa që kur s'kan për të dashur dhe kur mos dashin, ne po bëjmë shtet. Se pikërisht negociatat dhe hyrja në Bashkimin Evropian janë testi dhe janë provimi i shtetit. Pra, ky shtet, ne jemi 27 shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Ky shteti tjetër që do të vi dhe do të bashkohet me ne këtu, i ka parametrat e një shteti që t'jetë pjesë e kësaj krushie, apo nuk i ka? Sepse në momentin kur ata të fusin brenda dhe thonë s'ke kufi, ti je njësoj si ne jemi njësoj si ty, populli yt do vite ne, populli ynë do vite ty, dhe të gjithë duhet të ndjehen të mbrojtur, të garantuar, liri individuale, barazi para ligjit, etj. Si thua ti? Si thua ti? Janë lojra këto. Çfarë janë këto muhabete? Jo doni, jo s'doni, jeni të paaftë. Shiko këtu. Jo që nuk jemi të paaftë, po përkundrazi. O e fus unë dhe Partia Socialiste Shqipërinë Bashkimin Evropian dhe e bëjmë tani me mandatin e 4, o kjo punë mund mos bëhet për kush e di sa vjet tjera, dëgjohet me vëmendje, sepse këtu ishte Shqipëria, aty ishte Bashkimi Evropian. Dhe kur ne morëm detyrën, nuk na hidhte njëri syt, ti djalë, nuk na hidhte njëri syt, po të them. Shiko vetëm turizmin, se janë ca që thonë, më mirë se